është kënaqësi e veçantë që t'ju kemi të gjithë dhe sonte këtu. Ju vini nga drejtime të ndryshme, nga institucione e organizata, nga arti, kultura, sporti, diplomacia, akademia, mjekësia e profesione të ndryshme, por mbi të gjitha ju bashkon një ndjenjë që nuk shkruhet lehtë me fjalë, për kushtimi dhe dashuria për Kosovën. Këto 5 vite nuk kanë qenë historia e një njeriu të vetëm. Kanë qenë një rrugtim i përbashkët me secilin prej jush. Dhe mbi të gjitha, një rrugtim her i qetë e her i trazuar. Fillimi i këtij mandati erdhi në rrethana sfiduese dhe rrugtimi deri sot ka pasur po ashtu sfida nga më të ndryshmet. Por në asnjë moment puna për Republikën tonë nuk është ndalur. Puna për ta bërë shtetin tonë më të sigurt, më të dëgjuar dhe më të pranishëm në arenën ndërkombëtare, si dhe më të barabartë e më të afërt me të gjithë qytetarët tonë pa dallim. Kemi punuar për ta forcuar shtetin tonë të dashur,